Sipas indeksit më të fundit të përballueshmërisë së banesave nga Numbeo, qytetet e Europës juglindore vijojnë të përballen me vështirësi të theksuara për blerjen e pronave, ku raporti mes të ardhurave dhe kostos së banesave mbetet i pafavorshëm. Në këtë panoramë Tirana renditet ndër qytetet me përballueshmërinë më të ulët. Prej vetëm 0.7 pikë dhe një raport çmim të ardhura 17.6 pikë duke treguar se blerja një shtëpie kërkon shumë fishin e të ardhurave vjetore të një familje mesatare. Krahasuar me rajonin, situata mbetet e ngjashme ose edhe më e rënduar në disa raste. Beogradi paraqitet me një indeks edhe më të ulët dhe barr shumë të lartë kredie, ndërsa Shkupi dhe Sarajeva qëndrojnë rreth nivelit 1, duke reflektuar një treg të ngarkuar për blerësit vendas. Edhe Podgorica dhe Prishtina shfaqin tregues të dobët, duke konfirmuar se problemi i përballueshmërisë është i përhapur në të gjithë Ballkanin. Në kontrast të fortë, qytetet e Europës perëndimore dhe veriore ofrojnë një tablo më të balancuar. Qytete si Aberdeen, Cork apo Glasgow rezultojnë dukshëm më të përballueshme fal kombinimit të ardhurave më të larta dhe kostove më të qëndrueshme të banesave. Edhe në vende si Gjermania apo Holanda, indeksi luatet kryesisht mbi nivelin 1.5 deri në 2.4, shumë më lart se në rajon. Të dhënat sugjerojnë se ndonse çmimet absolute të banesave në Ballkan janë pak më të ulta se në Europën perëndimore, diferenca me të ardhurat reale i bën ato më pak të përballueshme. Diferencat lidhen kryesisht me nivelin e të ardhurave, duke lënë hapësirë për përmirësim gradual në vitet në vijim. Për Shqipërinë dhe rajonin kjo nënkupton një presion të vazhdueshëm mbi familjet, veçanërisht për blerësit e rinj, dhe sinjalizon nevojën për politika që rrisin të ardhurat ose stabilizojnë tregun e pasurive të paluajtshme.